Nëse nesër mbyllen kapitujt me Bashkimin Evropian, pyetja nuk është vetëm nëse do zgjohemi me standardet në duar, por nëse do kemi ekonomi që matet me to. A do kemi ferma që matin prodhime me GPS dhe jo me sy? Shkolla që formojnë fuqi punëtore për tregun evropian? Biznese që eksportojnë pa u përballur me bariera sanitare dhe teknike? Sepse dhe shërbimi më i thjesht online, nga pasaporta tek aplikimi për subvencione, nuk është vetëm komoditet, është efikasitet ekonomik. Sepse një kapitull i mbyllur nuk është certifikat nderi, është një angazhim financiar, ligjor e praktik. Marrim shoqërinë e informacionit. 95% e shërbimeve janë tashmë online dhe kjo përkthehet në kursim kohe, kostoje, burimësh. Por, kur media nuk është transparente, kur ekonomia e informacionit kontrollohet nga pak duar, atëherë tregu nuk është i lirë. Një sinjal i dobët në media është si një treg pa konkurrencë, i pasakt, i paqëndrueshëm, i pabesueshëm. Dhe pastaj kemi mjedisin që nuk është thjesht natyrë, është pasuri ekonomike. Përdorimi i ujit, menaxhimi i mbetjeve, planifikimi i hapësirës janë çështje që lidhen direkt me investimet, me turizmin, me shëndetin publik. Shqipëria ka bërë disa hapa, por investitori evropian nuk kërkon vetëm ligje, ai kërkon zbatim, transparencë dhe siguri për çdo leje mjedisore. Ndaj, Komisioni Evropian nuk kërkon vetëm dokumente, kërkon direktiva të zbatuara, kërkon që çdo projekt të vlerësojë ndikimin real mjedisor. Krimet mjedisore nuk janë çështje morale, por kosto ekonomike për brezat që vinë, dhe BE-ja nuk financon projekte që shkelin standardet e saj. Së fundi, toka, bujësia është një aset që e kemi në dorë, por ende nuk kemi mekanizmin për të kapitalizuar si duhet. Politikat për prodhimin organik, për cilësinë, për rrjetin e të dhënave janë të gjitha pjesë e një ekonomie që prodhon për tregun evropian. Por pa administratë të përgatitur dhe standarde që zbatohen, çdo ndihmë e BE-s mbetet potencial i pashfrytzuar. Dhe këtu është thelbi. Fermeri i nesër nuk është thjesht prodhues, është menaxher. Duhet di çfarë kërkon tregu, si ta certifikoj, si ta financoj. Kapitujt që mbyllen nuk janë fundi, janë fillimi i një ekonomie që konkuron, sepse Europa nuk nje rregulla sipas rastit. Europa nje vetëm standardin si themel të zhvillimit. Mirë se vini në episodin e 10 të programit Kuota, ekonomia e standardeve, investimi që nuk shitet, me mua Gavril Lasku. Dhe mua Clayton Leka. Clayton, ti ke një ide se si mund të jetë zgjimisi evropian? Jo tamam, por besoj nëse arrihen letrat, diçka do të arritur dhe në realitet. Patjetër, nuk themi dot se si do zgjohemi me standardet sepse standardi nuk është dhuratë e Brukselit, është një zgjedhje që bëhet çdo ditë, në çdo fushë, në çdo sektor. Mbyllja e kapitujve është vetëm ora e alarmit. Zgjedhja për të zgjuar është e jona. Vëra alarmi kur zgjohet se keni mbaruar punë ndërkohë. Do ta shqyrtoj po pa përparësi, po për momentin kam programuar të flasim për këtë punë dhe pikërisht me Gledis Gjipali, drejtuesi i lëvizjes europiane në Shqipëri. Zoti Gjipali, mirë se ardhët në programin ton Kuota. Ju jeni angazhuar prej kohësh në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Por ajo që po praktikon aktualisht Shqipëria, duket se është ndryshe nga proceset e vendeve të tjera, si nga koha, ashtu dhe nga modeli i teknologjisë së informacionit apo të inteligjencës artificiale. A mendoni se ky model po e shtrëngon apo po e lehtëson procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE? Po, mendoj që çdo proces ka specifikat e veta. Shqipëria ndodhet në një moment decisiv të historisë saj në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian dhe zgjidhjet teknologjike, përdorimi i inteligjencës artificiale, mundësive që teknologjia zhvillon, rrit cilësinë dhe shpejtësinë e procesit. Prandaj ky është një moment i mirë për Shqipërinë për të përdorur këto zgjidhje teknologjike, sepse procesi në vetvete është i vështirë, është i komplikuar, ka shumë aspekte teknike cilat kërkojnë një kohë dhe energji të madhe nga administrata. Vetëm pjesa e përkthimit legjislacionit, për shembull, që bëhet fjalë mbi 150.000 faqe, përveç kostos po kërkon një kohë shumë të gjatë nëse bëhet manualisht, siç e kanë bërë vendet e tjera. Ndërkohë Shqipëria ka filluar aplikimin e teknologjisë informacionit e inteligjencës artificiale që përshpejton shumë këtë proces, duke mësuar dhe nga eksperiencat e tjera, por duke futur këtë teknologji bën të mundur një kapërcim
në kohë të madh që është i rëndësishëm nëse ne vërtet duam ta bëjmë procesin brenda atyre afateve. Pra ka bërë më eficient këtë punë. Më eficient dhe të shpejt në kohë dhe në cilësi, sepse nuk duhet ta harruar cilësia, mund ta bësh shpejt, por pas patë cilësinë atëherë të kthehet një bumerang i gjithë procesi. Zoti Gjipali, në grup kapitullit e hapur më parë, ka disa çështje që duken si të paarritshme. Më konkretisht në grup kapitulli numër 2, a do të kemi mundësi në të ardhmen që të kemi një konkurrencë tregu dhe cilësi ushqimore si në BE? Patjetër, ai është objektivi kryesor i Shqipërisë, si për çdo fusha të ndryshme, hyrja në Bashkimin Evropian do të thotë pikërisht arritja e këtyre standardeve këtu ku jemi në Shqipëri. Dhe çështjet që u përmendët janë shumë të rëndësishme sepse na prekin gjithë ne si qytetar, si konsumator. Pra nëse flasim për shumë aspekte tjera të procesit, që kryesisht janë për administratën, këto detyra përkthehen drejt për drejt në një rritje të cilësisë jetesës për qytetarët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe këto janë fusha prioritare. Sigurisht që ka shumë për të bërë, sepse nuk është çështja vetëm e legjislacionit dhe standardeve europiane, që kryesisht administrata shqiptare i njeh, sepse ka vite në këtë proces, dhe nuk është aq e vështirë të bëhet një ligj i mirë, por vështirësia qëndron tek zbatimi i tij. Dhe kur flasim për çështjet të sigurisë ushqimore, do të thotë investime të mëdha. Ti mund ta kesh ligjin, por nuk e zbaton dot nëse nuk ke laborator të dur, të akredituar, certifikuar, pra që analizat njihen kudo në Bashkimin Evropian, sepse shpesh ne edhe në problematikat e hasura në vitet e fundit dëgjojmë për analiza të bëra në Itali, Kroaci, Gjermani, pra kjo tregon mungesën e laboratorëve të certifikuar në Shqipëri. Dhe kjo përkthehet në kosto për biznesin, e cila sigurisht më pas transmetohet tek konsumatori, tek qytetari. Pra, është e rëndësishme që ndryshimi i legjislacionit i standardeve të vijë me investime të rëndësishme nga ana e institucioneve shtetërore, radh parë që përmenda laboratorët, infrastruktura e ndryshme që të bën të mundur zbatimin e legjislacionit, rritja kapaciteteve, por nga ana tjetër dhe bizneset, sepse dhe bizneset duhet të investojnë në qoftë, po themi, rasti më i thjeshtë bërjes analizave i kontrollit të produktit që bëjnë, që prodhojnë, por edhe tek kapacitetet njerëzore. Pra, ti do duhet, nuk mjafton vetëm marketimi, do duhet dhe juristi që të kontrollojë përputhje me legjislacionin e produktit, e proceseve, ekonomisti që të bëjë mirë llogarit dhe po ashtu të nxjerrë kosto dhe përfitimet për investimet që do duhen, por dhe pjesa e informimit është shumë e rëndësishme që këto biznese do të jenë të informuara, që do të rrisin investimet në muaj dhe në vitet në vijim, sepse standardet europiane pikërisht të kërkojnë dhe është e pamundur ndryshe ngel jashtë tregut. Do të vijë një biznes tjetër i huaj, i cili ka vite që i ka arritur këto standarde dhe të nxjerrë jashtë tregut momentin që ne jemi vend antar i Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian vlerëson që Shqipëria ka bërë një progres të moderuar në fushën e shoqërisë së informacionit dhe të medias. Rreth 95% e shërbimeve publike kanë qasje online. A mendoni që Shqipëria në tregun e informacionit dhe të medias i ngjan apo do të ngjajë brenda 2 viteve tregut evropian? Është e vështirë që të flitet për afate konkrete dhe se sa ne do i ngjajmë tregut evropian. Shqipëria ndosë ka nisur vonë, por ka ecur mirë në aplikimin e teknologjisë informacionit, shërbimeve elektronike, po të shohim dhe vetë brenda Bashkimit Evropian ka nivele të ndryshme zhvillimi. Për një vend vogël si Shqipëria janë zgjedhje optimale, sepse ndryshe do të kërkoj një angazhim shumë të madh të administratës, do të kërkoj staf akoma më shumë, gjë që është e vështirë dhe është e kushtueshme dhe do kohë, gjë që të vonon gjithë procesin. Prandaj, përdorimi i shërbimeve online dhe futja e tyre në masë të gjerë që të aplikohet nga publiku i gjerë, ndihmon shumë këtë proces. Pra ndihmon që të arrish pjesën e zbatimit të ligjit, që është dhe një nga kriteret kryesore për antarësimin në Bashkimin Evropian. Referuar grup kapitullit 4 me ligjin për zonat e mbrojtura, me çfarë kostos dhe çfarë praktikash po përballemi momentalisht?
Po, duhet të thënë që pjesa mjedisore është një nga kapitujt më të rëndësishëm për faktin e kostove që ka. Mjedisi, kapitulli 27, ka koston më të lartë, mund të themi, për të arritur standardet europiane. Dhe këtu do të thoja që ka dhe hapësira ku Bashkimi Evropian të toleron, në kuptimin që ti do duhet i arish të standarde dhe mbas antarësimit. Pra nuk ti kërkon ti arish si për fushat e tjera përpara, duke ditur që janë shumë të kushtueshme dhe është e vështirë që një vend të mund t'i bëj dhe një kohë të shkurtër t'i arrijë këto standarde. Mund të marr një shembull nga rajoni. Serbia ka bërë një studim dhe ka nxjerrë kostot se sa duhet për të zbatuar legjislacionin mjedisor evropian dhe shkon diku tek 15-16 miliard euro. Gjë që është e pamundur dhe për Serbinë, po dhe për Shqipërinë, pra ndonë se jemi vend më i vogël, mund të kemi kosto disi më të ulët. Prapë është e pamundur t'i gjesh të burime financiare në një kohë të shkurtër. Dhe Bashkimi Evropian këtu toleron, dhe kjo është pjesa e vetme e negociatave ku ti negocion, sepse të toleron kuptimin që nëse ti ke një plan qartë se si do i gjesh burimet financiare për këto standarde mjedisore, Bashkimi Evropian të lejon që dhe 10 vite apo 15 vite mbas antarësimit ti arish, por duhet kesh një plan qartë dhe burimet financiare që do të alokohen vit pas viti. Rritje e GDP-s të alokuar për fushën mjedisore dhe nëse ke këtë plan qartë, të pranon që ti konsideron të arritura standardet minimale dhe më pas ti e zhvillon derisa të arrish përputhjen 100% të standardeve europiane mjedisore. Zotë Gjipali, ekspertë ekonomisë kanë bërë një vlerësim kosto përfitueshmëri të procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE. A mendoni që Shqipëria të paktën procesin e rikthimit të IPARD-it ose të fillimit me IPARD-in 3 mund të kthejë në përfitueshmëri brenda këtij viti? Po, besoj sepse janë gjitha mundësit. Janë fonde që i drejtojnë një grupi të gjerë subjektesh, kryesisht fermerëve, agro përpunimit e tjerë. Dhe rregullat europiane sigurisht që kanë atë kompleksitetin e tyre, ka nevojë për kapacitete për t'i zbatuar, si në institucionet shtetërore që i mbikëqyrin, po ashtu dhe sektori privat. Dhe në këtë aspekt ka nevojë shumë për të bërë më tepër, për të informuar, për të rrit kapacitetet, sepse sa më shumë kapacitetet kemi, aq më shumë përthithim. Dhe Bashkimi Evropian ka dhe rregullin që një vend që përthith më shumë i jep dhe më tepër në vitin e ardhshëm para. Një vend që përthith më pak e ul dozën e financimit, sepse këto para më pas kthehen mbrapsht dhe vetë Komisioni Evropian i quan të paharxhuara, duhet ja kthej vendeve anëtare. Pra është problem dhe për vetë Komisionin. Duhet rritur kapaciteti absorbues i fondeve. Pra duhet kapacitet absorbues, korrigjim i problematikave të hasura, kthim mbrapa i atyre fondeve të shpenzuara keq, se ky është detyrimi i qeverisë shqiptare, dhe korrigjimi vit pas viti i problematikave bën që të rrisësh aftësinë përthithëse dhe bizneset e prekura të përfitojnë më shumë dhe po ashtu nuk është çështja vetëm e përfitimit parave, por është dhe përfitimi vjen edhe te aplikimi standardeve. Në momentin që mësohesh me këto standarde, aplikon këto standarde, ti do të vazhdosh, ti aplikosh në të ardhmen dhe je konkurrues pastaj edhe me biznesin e rajonit. Direktiva e Bashkimit Evropian për krimin mjedisor gjithashtu ka dhe ajo kostot e veta. Kur mund të quhet e kryer duke marrë parasysh kohën që i është dashur dhe vendeve të tjera që kanë qenë në antarësim? Dhe këtu është e vështirë të flitet për një kohë të përcaktuar mirë, sepse është një nga ato problematikat mjedisore të cilat kërkojnë investime të mëdha, kosto të mëdha, sepse përveç se duhet arritur standardi europian, në këto raste kemi dhe penalitete, kur bëhet fjalë për krim mjedisor, pra vepër penale e cila ka pasoja. Dhe sigurisht që ndërkohë që rriten standarde, ti nuk do të trëmbësh biznesin, apo ti thua që nëse gabon, ti mund të ndiqesh dhe penalisht për këto probleme. Dhe këtu kërkohet një komunikim i mirë me bizneset, një informim se çfarë ndodh, si duhet shmangen në rastjet e ndotjeve që mund kthehen në krime mjedisore, po ashtu do kërkojnë nevojë për informim, rritje kapacitetesh dhe të institucioneve zbatuese.
sepse shpez qoftë inspektorët e mjedisit apo qoftë kur rastet shkojnë në prokurori, në gjykat, kërkojnë njohuri specifike të fushës, gjë që për vendet vogla si Shqipëria është e vështirë, sepse është e vështirë të gjesh ekspert specifik për ndotje specifike cilat janë të shumta. Prandaj dhe kjo është nga ato pikat e rëndësishme që duhet të kemi shumë kujdes, ka nevojë për shumë bashkëpunim me biznesin në këtë rast. Informim, komunikimi i vazhdueshëm, trajtimi problematikave, pra që mos agravohen dhe të shkojnë më pas në krime mjedisore. Disa praktika që ne po bëjmë tani në këtë proces janë për herë të parë. Në kuadrin e analizës kosto-përfitueshmëri, si mendoni që do realizohet ky procesi i krijimit të rrjetit të dhënave të kontabilitetit për fermerët shqiptarë, për fermat shqiptare? Po, mendoj këto janë ato detyra që vinë jo vetëm për të arritur standardet europiane, po dhe për të rritur përfitueshmërinë nga fermerët, duke ditur që sidomos ky grup interesi ka pasur shumë pak mbështetje dhe ka pas vështirësi dhe ende ka vështirësi, qoftë në formalizimin e bizneseve të tyre, qoftë në regjistrimin e pronës, regjistrimin si subjekte biznesi, sepse kërkojnë një mbështetje specifike për t'i adresuar këto problematika. Është e pamundur që fermeri të punojnë fush, të bëj produktin, të mbledhi dhe të merret dhe me pjesën ligjore, ekonomike. Pra, ka nevojë fakt për një bashkëpunim më të gjerë dhe po të shohim dhe eksperiencat europiane mbështeten shumë tek shoqatat e organizatat e fermerëve, të cilat ofrojnë dhe shërbime lehtësimit të biznesit, të regjistrimit, të aplikimit për projekte. Pra, këto modele duhet patjetër të mbështeten dhe të aplikohen në Shqipëri për faktin që lehtëson shumë këtë proces dhe ndihmon drejt për drejt fermerët që ndryshe e kanë të pamundur, e kanë të vështirë, do jenë vetëm disa prej tyre që janë të mëdhenj mjaftueshëm dhe kanë mundësi të bëjnë tilla investime, por pjesa tjetër e ka të pamundur në këtë formë për të përfituar. Zoti Gjipari, certifikimi i origjinës dhe prodhimeve bujqësore ka një spektër të gjerë praktikash detyruara. Çfarë duhet bëjë një fermer në këto 2 vjet, ndërkohë që Shqipëria mbyll praktikat e saj? Ekzistojnë grupime të rëndësishme shoqatës, që është Këshilli i Agrobiznesit për shembull, që ka informacionet e dura dhe mundet t'i mbështesi. Po ashtu janë standarde ndryshme globale apo europiane, vullnetare, të cilat mundet të aplikohen. Mendoj që hapi parë është patjetër informimi, sepse ndodh shpesh që fermerët nuk janë të informuar, pra i hyn një prodhimi pa e ditur mirë se çfarë kostosh ka dhe çfarë do të thotë të marrësh certifikata, të standardizohesh edhe të eksportosh për jashtë. Jo çdo produkt mund të eksportohet, jo çdo produkt ka fitim pra në momentin që ti eksporton. Dhe prandaj shohim ndodh ende rëndom lajme tipit që u kalbën mollët, qepa u hodhën, u bën. Këto janë gjëra normale, pra është kushdo që provon në biznes, edhe fermeri njëjtin gjë, mund të dështoj, mund të fitoj. Çështja është për të shmangur sa më shumë dështime dhe humbjet, do duhet një organizim më i mirë i tyre. Pra në momenti që janë të organizuar, bashkëpunojnë me rrjetet e fermerëve, e kanë shumë të lehtë për të minimizuar kostot, për të kuptuar mirë se çfarë kërkon tregu, jo vetëm për sot, për nesër, por në përgjithësi, pra sepse ka investime që kërkojnë vite për të bërë, dhe për të gjithashtu për të përfituar dhe nga fondet e Bashkimit Evropian që ndihmojnë këtë proces pikërisht që për të bërë këtë kapërcim cilësor të fermerëve. Zoti Gjipari, do t'ju bëj një pyetje sintezë të asaj që thatë ju pak më përpara, në përgjigjet tuaja. Qasja ndaj fondeve të Bashkimit Evropian, ato 2 sektorë që është mjedisit, paktën dhe bujqësia, kapitull 11, kapitull 27, menaxhimi financiar i parit, janë procese komplekse. Mendoni se janë të arritshme kushtet e tyre dhe çfarë rekomandoni për qeverinë shqiptare, për institucionet që punojnë me Bashkimin Evropian? Mendoj që kjo duhet të jetë një prioritet absolut i institucioneve shqiptare për faktin se bëhet fjalë për përfitim në mënyrë të drejtë për drejtë. Në shumë nga këto standarde, Bashkimi Evropian nuk të detyron.
sepse edhe kur antarësohesh në Bashkimin Evropian është çështje konkurrence, pra se cili vend, se cili organizim, fermer apo biznes konkuron në mënyrë të barabartë me të gjithë tjerët. Një vend që është më i aftë për të përthithur fonde, mund të përthithi më shumë. Një vend që nuk është i aftë, nuk do përthithi. Dhe kjo kthehet në kosto për ne. Pra duhet jetë interesi jon kombëtar për të përgatitur sektorin privat, sektorin shtetëror që të lehtësoj procesin për të përfituar sa më shumë. Nëse ne nuk arrim të përfitojmë, nuk ka një ndikim tek drejt për drejt tek procesi i antarësimit. Tek vendimarrja politike? Sigurisht dhe vendimarrja politike ndikon, sepse institucionet prioritizojnë ato programe cilat ka dhe një mbështetje politike nga mbrapa dhe vazhdimisht është kërkuar, por dhe kjo është pjesë e mungesës së organizimit, po themi të fermerëve apo të agrobiznesit, sepse një pjesë e madhe e popullsisë jeton në zonat rurale apo me biznesin që lidhet me prodhimin, me fermën, apo agrobiznesi, apo agroturizmi që po zhvillohet në vitet e fundit. Dhe këto grupe duhet të ushtrojnë shumë më tepër presion dhe tek politika që ta ketë në vëmendje dhe të investoj tek këto programe, sepse përfiton jo vetëm ky sektor, po përfiton ekonomia shqiptare në përgjithësi. Zoti Gjipali, për sa përqind nga standardet do jemi si në BE kur shpallemi vend antar i BE-s? Për të gjithë në momentin që Shqipëria është gati për antarësuar në Bashkimin Evropian, duhet i ketë arritur të gjithë standardet sipas legjislacionit Bashkimit Evropian që janë detyrueshme për vendin. Sigurisht u ka një diskutim lidhje me zbatimin e tyre, sepse tjetër është miratimi dhe të kesh kuadrin ligjor që kjo është e panegociueshme, pra duhet të kesh të gjithë kuadrin ligjor të miratuar për këto standarde, ndërsa zbatimi tyre shpesh ngelet dhe në varësi të administratës apo dhe grupeve të interesit. Sa të zhvilluar janë të grupe interesi që ti aplikojnë këto standarde. Për shembull, kemi raste të po marrim bizneset lidhura me eksportin, që punojnë me Bashkimin Evropian, shumë prej këtyre biznese i kanë arritur standardet sepse këto standarde i kërkohen për produktet apo shërbimet që çojnë në Bashkimin Evropian. Dhe ky grup interesi mund të themi është gati që sot për t'i zbatuar sepse i zbaton për produktet në eksport. Por kemi subjekte tjera cilat operojnë në tregun lokal, pra të brendshëm, cilat do të kërkojnë investime për të arritur standardet e tilla. Dhe kjo është pjesa më problematike dhe që preket më shumë nga antarësimi dhe që duhet të jetë më shumë e mbështetur nga institucionet. Zoti Gjipali, ju falenderoj për mendimet tuaja në programin Kuota. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Clayton, ke dëgjuar ndonjëherë për kooperativat bujësore? Deri tek operimi më ke mua. Bashkëpunim ka qenë, por i qëndrueshëm ose me detyrim përcaktim, siç thoshim me terma ushtarak atëherë. Terma ekonomik s'kishte? Po, të punoje me norma e të ndaje të gjithë të mirat e prodhuara brenda kooperativës pa para në dorë. Si pa para? S'kishte llogari? Kishte, por në mënyrë të ndryshme. Ja të bëj një llogari nga bujësia sot. Një fermer që punon kryesisht vetëm ka çmim më të ulët për kilogram, kosto prodhimi më të lartë dhe fitim neto më të ulët, sigurisht dhe përfitim shtesë me minus. Pra, fermerë shqiptar operojnë në ngasra të vogla të shpërndara, duke bërë të vështirë arritjen ekonomive të shkallës, aksesin në makineri moderne ose investim në infrastrukturë. Ky fragmentim kufizon prodhueshmërinë dhe të ardhurat. Me këtë llogari është e qartë llogaria e bashkimit. Për shembull, nëse bashkohen 50 fermerë dhe fillojnë me një kapital fillestar të nevojshëm 200.000 euro, pajisje, magazinim, marketing, rendimenti mund të rritet mesatarisht 30% përmes mekanizimit dhe kontributeve më të mira. Të ardhurat për fermer? Po, rreth 5.000 euro më shumë në sezon, kthimi i investimit bëhet për 3 vjet me mbështetje me kredi ose grant, dhe kur bashkohet toka ose dhe mundësit, ajo që dukur quaj kooperativ, me nota ideologjike, sot mund të jetë çelësi një ekonomie rurale më të fortë dhe më të qëndrueshme. Sepse nga toka nis llogaria e jetës dhe nëse nuk bashkohen duart, nuk bashkohen dot as shifrat. As subvencioni nuk zë vend. As grandet nuk binë në ngasta të përçara. Standardi evropian nuk kërkon mrekulli, kërkon bashkëpunim,
organizim dhe vizion për te të sotmes. Ndryshe, do të vazhdojmë të mbjellim shumë, por të korrim pak, sepse tregu nuk e mat vetëm me hektar, por me strukturë. Kur mendoni se do futeni në BE dhe si do ndryshoj biznesi juaj pas futjes në BE? Kur mendojmë, besoj se në fundi i asaj, në 30-a, besoj se po. E si mendoni se do ndryshoj biznesi juaj? Biznesi do lullzoj pare, do bëhet shumë i mirë. Do jetë më mirë nga qështë është ti. Se do në japë në i leka ta ndë jetë, kështu që neve do jemi në regullë të Më merë mëndja s'ka ngelur për neve kjo punë, këtë varet se kur do bëhet kjo punë, do të gojnë biznesin tonë më të parë pësaj, nuk e kemi den. Duhet zërë në radhë që në neve njerë për të futemi lartë, se këto regullat i bëjmë ne këtu. Për zallën shpresojmë. Shpresoni për mirë? Shpresojmë për mirë, po. Çfarë viti para shikoni se mund të futet Shqipëria në BE? Nga 30-a, siç ka thonë ki Kjo ishte kuota për sot. Deri në episodin tjetër, mos harroni, integrimi nuk vjen me kapitull të mbyllur, por me ekonomi që hapet. Miropafshim. Miropafshim. Nëse nesër Shqipëria do të ishte antar e Bashkimit Evropian, pyetja më e dukshme për biznes dhe konsumator është ajo se çfarë tregu do ta priste. Jo më vetëm tregti e lirë, jo më vetëm standarde teknike. Direktivat e Bashkimit Evropian sugjerojnë se bëhet fjalë për një garë reale, për konkurrueshmëri, ku fuqia e një ekonomie nuk matet me rrogën minimale, por me aftësinë për të rinovuar, për të rritur, për të rezistuar. Madje edhe në këtë treg, objektivat janë të mëdha. Mes tyre përllogëriten hapësira si ato të vlefshme me 470 miliard euro fonde që kompanitë europiane mund të mbledhin nga një treg kapitalesh më integruar. Po ashtu 37.5 miliard euro llogariten se mund kursehen çdo vit nëse të thjeshtohen procedurat për biznesin. Nga ana tjetër, 500.000 vende të reja pune në Europë janë objektiv që mund të arrihen vetëm nga ekonomia qarkulluese deri në vitin 2030. Sfidat e ekonomisë europiane janë po aq reale. Europa është sot ekonomia më e ekspozuar në botë. Ajo konsiderohet si ekonomia më e hapur. Mbi 50% e prodhimit brendshëm bruto vjen nga tregtia, përkundër 37% në Kinë dhe 27% në Shtetet e Bashkuara. Po ashtu, ekonomia europiane është më e varura, importon mbi 80% të teknologjisë digjitale. Është më e kushtueshmja, vetëm energjia për kompanitë është 2 deri në 3 herë më e shtrenjtë se në Shtetet e Bashkuara dhe Kinë. Dhe më pasiv janë në risi, vetëm 4 nga 50 kompanitë më të mëdha teknologjike në botë janë europiane. Parë kështu, Shqipëria nuk futet vetëm në një treg të sigurt, por në një përballje ku mbijetojnë ata që modernizohen. Dhe në një Europë që kërkon të mbyllë hendekun me Shtetet e Bashkuara dhe Kinën, Shqipëria nuk ka luksin e vonesës. Rregulla më të thjeshta, por më të rrepta, standard teknik, por edhe të gjelbër, inovacion të domosdoshëm për të mos ngecur jashtë skemës së financimeve. Me këto zhvillime nuk ka më tregje të vogla, vetëm ekonomi që din të përgatiten. A është gati Shqipëria për tregun më sfidues, por edhe më premtues në botë?